jam gocë malsore, me mua hyn në hasmëri. Vjen një kliente për herë të parë të bëj vetullat laminim. Nuk e di çfarë t'ju them, po kishte vetulla të mrekullueshme, të plota, me formë të mirë, por kishte vetëm disa hapësira që dukeshin. Kështu që e dija që laminimi do i përshtatet 100%. E ulim si fillim, i realizojmë testin e alergjisë dhe pasi pam që s'kishte asnjë problem, filluam me procesin. Vendosëm produktin e parë dhe ndërkohë po bisedonim rreth vetullës. Më pas e heq totalisht produktin dhe kisha lënë neutralizuesin te dhoma tjetër, kështu që shkoj ta marr. Ndërkohë klientja nga kurioziteti ishte afruar shikonte vetullat e pasqyra. Dhe pak a shumë kështu duken vetullat pasi mbaron me produktin e parë, sepse s'jan punuar fare. Domethënë procesi mbaron me produktet dhe pastaj stilohen, nuk është si qëndrojnë kështu. Gjithsesi kur kthehem gjej klienten duke qartë. Kishte marr vllaje në telefon dhe po qante me të madhe. Mendova në fillim mos i kishte ndodhur diçka, se kurse mendova që e kishte për vetullat. Kur më kthen kamerën dhe më flet vllai i saj. Po vitha për atje dhe keni punë me mua. Nga që nuk kuptova, më fali thash si është puna. Mi keni shkatru vetullat e motrës dhe mbylli direkt telefonin. Edhe klientja më thotë të njëjtën gjë. Unë thaja malsore, me mua hyn në hasmëri për këto gjëra. Më kapi e qeshura se kisha menduar kurrë që për vetulla dhe akoma pa i parë mirë njerëzit mund të bënin kështu. Hajde thash me mua një herë. E marr pak me të keqe se nuk donte, e uli vendos dhe produktin. Nuk i largohem në asnjë sekond nga koka se s'doja të bënte drama pa i parë deri në fund. I bëra dhe matjet, më pas bojën dhe në atë moment erdhi vllai në studio. Sa hyri ishte gjithë nerva. Prit tash një herë, do e vonosh hasmërinë dhe 10 minuta. I bëj dhe stilimin, prerjen, çdo gjë. Dhe unë që kur e pash e dija që do i dilin yll se e kishte vetullën fiks me hapësira për laminim, por kot u mërzitëm me gjithë të situatë. Përfundoi me çdo gjë, tani thash do hym në hasmëri bashkë nëse nuk i pëlqen. I shikonte pasqyra, ishin perfekte, u qetësua dhe ajo dhe vllai dhe shpëtuam dhe një ditë pa u futur në hasmëri për vetulla. Historia ju e dini nuk është për kliente në video, por ju lutem shikoni pak çfarë ndryshimi kemi bërë klientes tonë që kishte microblading poshtë. Vetulla e saj para se të bënte laminimin duke kështu dhe pas laminimit duket në këtë mënyrë. Shënim, vetullën e donte vetë pak të errët në ngjyrë. Gjithsesi që mos ju lë më gjatë, kështu duket vetulla pas. Nëse më lit ka marr, fa i është vetëm i oti, nëse unë